Atëherë në leksionin e parë të lëndës obstetrik ginekologji do flasim për anatominë, histologjinë dhe fiziologjinë e aparatit genital femëror. Siç shikohet në figurën numër 1, aparatin genital femëror e ndajmë në katin e sipërm dhe katin e poshtëm. Në katin e sipërm përfshihet ovari, tubat e falopit edhe uterusi, ndërsa në katin e poshtëm përfshihet cerviksi, vagina dhe vulva. Në figurën numër 2 kemi një paraqitje të vulvës. Pastaj fillojmë me shpjegimin e ovarit. Ovari bën pjesë, siç u thash më përpara, në katin e sipërm të rrugëve të sipërme genitale. Përbëhet nga hilusi, që është vendi ku vazat e gjakut, limfatike dhe nervat penetrojnë dhe dalin nga ovari. Është regioni kortikal, ku gjenden folikula në stadet e ndryshme të zhvillimit dhe epiteli germinativ apo albugina, e cila është shtresa seroze që mbulon gjithë sipërfaqen e ovarit. Vagina, ndryshe përkthehet këllëf, është mbuluar nga epiteli pavimentoz, siç e njihni ndryshe dhe shtresor, dhe është i njëjtë me atë të egzokolumit. Për arsye se në vazhdim të vaginës është egzokolumi, prandaj ka edhe të njëjtin epitel shumë shtresor. Qelizat epiteliale të vaginës deskuamohen në mënyrë të rregullt në bazë të ciklit menstrual. Pastaj kalohet nga vagina tek qafa e uterusit ose cervix uteri apo colum uteri. Janë sinonime të të njëjtit organ. Egzokoli është i veshur nga epiteli pavimentoz. Ai është i përbërë ky epitel nga 5 shtresa dhe duke filluar nga shtresa bazale, qelizat migrojnë drejt sipërfaqes ku maturohen dhe diferencohen drejt shtresës më sipërfaqësore. Ndërsa endokoli ka epitel cilindrik i cili invaginohet nga pseudogjëndra. Këto gjëndra, siç ta shikojmë tek fiziologjia e tij, janë një të rëndësishme për arsye se prodhojnë mukusin, i cili përbën një barierë për mikrobe që të kalojnë nga vagina drejt uterusit. Vendi i takimit midis epitelit pavimentoz dhe atij cilindrik është në nivelin e qafës të vrimës së jashtme të qafës së mitrës. Kjo është një pamje tjetër në figurën numër 3, ku shikohen qëllimi i saj është që të shikohen gjëndrat e Bartolinit si pjesa anatomisë së aparatit genital femëror. Nga vagina ngjitemi në colum uteri, pastaj nga colum uteri në uterus. Uterusi përbëhet nga 3 shtresat e tij. Nga brenda jashtë fillohet me endometrin, i cili përbëhet nga një shtresë sipërfaqësore, e cila deskuamohet gjatë ciklit menstrual, dhe shtresa bazale, e cila bën rigjenerimin e mukozës në ciklin pasardhës, ndërsa miometri është shtresa muskulore e uterusit. Kurse perimetri është shtresa e jashtme që rrethon uterusin. Duhet bërë dallimi midis vulvës edhe vaginës. Vulva është organi genital femëror i jashtëm, ajo që ne shikojmë me sy të lirë, ndërsa vagina është organi genital femëror në të cilën ndodh penetrimi apo është pjesë e kanalit të lindjes. Vagina nuk ka gjëndra që prodhojnë mukus. Ajo gjatë aktit seksual lubrifikohet nga shtrati vaskular i pasur i saj. Vagina në gjendje normale është mbyllur, ajo hapet gjatë aktit seksual, gjatë menstruacioneve dhe gjatë lindjes. Mbyllja e saj realizohet nga muskujt e perineumit. Pika G ndodhet në murin e përparshëm të vaginës dhe së bashku me klitorin merr pjesë në eros. Cikli menstrual. Cikli menstrual është bashkësia e modifikimeve morfologjike dhe hormonale të përbërësve të ndryshëm të aparatit genital. Kozgjatja e tij ndodh nga fillimi i menseve deri në fillimin e menseve pasardhëse. Fjala mense dhe menstruacion janë e njëjta gjë. Tek figura pasardhëse, që është figura numër 4, që të kuptojmë ciklin menstrual, është e rëndësishme që të dimë edhe aksin hipotalamus-hipofiz ovare. Hipotalamusi
prodhon GNRH-n, gonadotropin releasing hormone, që është një hormon që vepron në hipofizën anteriore. Hipofiza anteriore në veprimin e GNRH-s prodhon FSH-n dhe LH-n, që janë hormoni folikulostimulues dhe luteinizues. Këto hormone nëpërmjet gjakut arrin në nivelin e ovareve, ku nxisin prodhimin e hormoneve femërore, estrogeneve, progesteronit dhe një sasi të vogël të androgeneve. Karakteristike për ciklin menstrual është që pëson ndryshime edhe ovari, që njihet si cikli ovarial, edhe uterusi, që njihet si cikli uterin. Karakteristike për ovarin është që kemi 3 faza, që është faza folikulare, faza ovulacionit dhe faza luteale. Në fazën folikulare, në veprimin e FSH-s dhe LH-s, ndodh rritja dhe maturimi i folikulit. Pastaj rreth ditës së 14, që është faza ovulatore, çlirohet ovociti nga folikuli. Nga mbetorinat e folikulit, pasi është shkëputur ovociti, formohet corpus luteum. Corpus luteum është i rëndësishëm për arsye se ai do prodhoj hormone që do shërbejnë për përgatitjen e uterusit për të mirë pritur vezën e fekonduar. Për sa i përket hormoneve, duhet keni parasysh që në fazën folikulare mbizotron FSH-i dhe një sasi të vogël LH-ja. Me ovulacionin ndodh kur LH-ja arrin pikun e saj, ndërkohë që në fazën luteale është LH-ja që ka nivelet më të larta. Në qoftë se nuk ndodh fekondimi i vezës, atëherë corpus luteum brenda 4 ditëve regredon dhe ndalon, domethënë kemi një karencë hormonale për uterusin, si rrjedhoj e mungesës së hormoneve, ndodh ajo që ne e njohim si menstruacion. Për sa i përket uterusit, 3 fazat e tij janë faza proliferative, e cila gjatë së cilës vazat e uterusit, glandulat e tij proliferojnë, bëhen më tortuoze. Pastaj vjen faza e ovulacionit dhe faza e tretë është faza sekretore. Në fazën sekretore, në momentin që nuk ka ndodhur fekondimi, ky i fundit në karencën hormonale deskuamohet dhe ndodh ajo që ne e njohim si menstruacion. Në këtë figurë, në figurën numër 5, paraqitet se si është endometri në fazën folikular, në fazën proliferative, ovulatore dhe në fazën sekretore të tij. Po ashtu janë të njëjtat ndryshime që pam në figurën më sipër.